Dita e dytë e raundit të bisedimeve në Baden të Austrisë për statusin e Kosovës ka përfunduar me palën shqiptare që shpalli marrëveshjen të paqarta dhe me serbët që kërkojnë vazhdimin e procesit negociator. Pas takimeve të ndara me treshën e grupit kontaktit në sesionin e pasdites, kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica tha se gjitha argumentet janë anën e palës së tij. Ai shtoi se Kosova nuk mund shpallë jashtëmërisht pavarësinë për shkak se do të ishte kundër të drejtës ndërkombëtare dhe kritikoi diplomatët perëndimor për si sa ai futjen e këtij argumenti në kokën e shqiptarëve. Koštunica tha se modeli Hong Kongut ose ishujve Oland janë treguar se propozimi serb për autonominë mund të funksionojë. Por përfaqësuesit shqiptar thonë se tashmë shanset e marrëveshjes nuk ekzistojnë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se në një kohë jo shumë të largët parlamenti në Prishtinë do të marrë një vendim në përputhje me konsultimet paraprake me Bashkinë Ndërkombëtare. Përderisa Vojislav Koštunica ka kërkuar që procesi i statusit për Kosovën duhet të përfundojë në Këshillin e Sigurimit, presidenti Fatmir Sejdiu ka thënë se askush nuk mund të bëhet peng i pavarësimit të vendit. Negociatat direkte për Kosovën përfundojnë të mërkurën me gjasa inekzistente për ndonjë marrëveshje. Treshja e emisarëve të grupit kontaktit përfundon mandatin e saj më 10 vjetor, të 120 ditët në dispozicion të saj nuk do të shkojnë asku më tej se konkludimi i martëjatisarit, se Prishtina dhe Beogradi nuk mund të merren vesh. Kjo mbyllje e bën perspektivën e përcaktimit të statusit edhe pas mëse 2 vjet negociatash pa qartë, megjithse pritjet më të mëdha janë që lëvizja me pavarësinë e njanshme tash është në prag dhe e pashmangshme.